Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin për të ndarë bashkarisht rrëfimin e radhës. Një rrëfim që në fakt mua më ka tronditur se çfarë kjo nuse i ka bërë vjerës së saj, por unë këto fjalë dua që t'i ndaj me ju, do të thënë këtë letër dua që ta ndaj me ju. Dëgjoni nga fillimi deri në fund për ta kuptuar se çfarë ka ndodhur dhe do kisha dashur që t'jepni mendimin tuaj në komente. Isha 62 vjeçe kur fillova të kuptoja se diçka e errët po ndodhte në shtëpinë time. Deri atëherë kisha jetuar në një jetë të thjeshtë, me shumë sakrifica, me shumë lot, por edhe me krenarinë e një nëne që kishte rritur djalin e saj me shumë mund. Buri më kishte vdekur herët, dhe unë beta vetëm me djalin tim. Punova në ara, lava shkallë pallatesh, që ai të mos e ndjente mungesën e babait të tij. E rrita me shpirtin tim, realisht ashtu si çdo nën që rrit fëmijën e saj. Kur djali u martua, mendova se më në fund do të kisha qetësinë. Mendova se nusja do të ishte si vajza që nuk e pata kurrë. Ditët e para më buzëqeshte, më sillte kafenë, më pyeste se si unë isha, por pas disa muajsh, gjithçka në të vërtetë ndryshoi. Sytë e saj u ftohën, fjalët filluan që të bëheshin helm. Ti po na prish jetën, ma thoshte shpesh këtë fjalën. Unë heshtja, nuk doja që djali të mërzitet mes meje edhe gruas së tij. Ai punonte gjithë ditën edhe kthehej shumë vonë. Nuk i tregoja asnjë gjë. Mbaja çdo dhimbjen time, e mbaja brenda vetes. Por një natë ndodhi një diçka që unë realisht nuk do ta harroj kurrë. Isha duke fjetur kur ndjeva një therrje të fortë në gjoks. U ngrita e tmerruar. Merja frym. Kisha djerës të ftohta dhe u përpoqja të thërisja djalin, por në të vërtetë zëri nuk më dilte. Më dukej si kur dikush po ma shtrëngonte fytin krejt. Atë natë përfundova në spital. Mjekët thanë se kisha pësuar helmim të rënd. Nuk kuptonin se nga ku kishte ardhur ky helmim. Disa analiza më dolën shumë keq. Mbaj mend djali qante pranë krevatit tim, nusja rinte në cep dhe bënte si kur shqetësohej, por unë në sytë e saj pash diçka që më ngriti mishin kokër. Pash ftohtësi. Kur u ktheva në shtëpi, filluan gjërat e çuditshme. Gjeja flokë të lidhura poshtë jastikut tim. Një mëngjes gjeta një qese të vogël me dhegj bëra pas derës së dhomës. Një natë u zgjova nga një erë e rëndë sikur diçka në shtëpi po digjej. Zemra më rihte fort, nuk flija dot më. Fqinja ime e vjetër më pa një ditë edhe më tha: "Moj ti", tha, "ti je tretur fare, çfarë po ndodh me ty?" Fillova që të qaja. Nuk i kisha treguar asnjë gjë, por ndjeja se po vdisja dal e ngadal. Ajo më mori dorën edhe më tha: "Ki kujdes", tha. "Jo të gjithë ta duan të mirën." Nuk desha realisht që ta besoja. Si mund të mendonte një nënë se nusja e djalit do t'i bënte të keqen? Por çdo ditë unë dobësohesha më shumë.
Nuk haja dot, kisha mangthe, shihja si kur dikush më ndiqte në përerësirë. Një pasdite kur nusja kishte dalë po pastroja kuzhinën, te krafti sipër gjeta një kavonos të vogël të mbështjellë me leckë të zezë. Brenda kishte diçka të çuditshme. Kishte flok, kishte krip dhe një letër me emrin tim të shkruar aty. Më ranë duart. Nuk e dija çfarë të mendoja. Vetëm u ula në tokë dhe shpërtheva në lotë. Atë moment hyri djali im. Kur më pa në atë gjendje u tremb. I tregova gjithçka. Në fillim nuk më besoi. Mami mos mendo gjërat kota më tha, por kur ka pa kavonozin, fytyra sinqerisht ju zbe krejt. Atë natë dëgjova për herë të parë zërin e tyre, duke bërtitur në dhomë. Nusja bërtiste. Po dua të iki nga kjo shtëpi, nuk e duroj dot më nënën tënde. Djali më pas doli jashtë me lot në sy, nuk e kisha parë kur ashtu djalin. Ditët kalonin dhe unë vazhdoja të ndjesha keq. Një mbrëmje e gjeta gjendja ime u rëndua aq shumë sa humba edhe ndjenjat. Ambulanca erdhi me sirena, mjekët më thanë se nuk se edhe pak minuta edhe mund të mos kisha shpëtuar. Kur hapa syt në spital, djali më mbante dorën dhe qante si fëmijë. Më fal mami, nuk të besova, më thonte. Në ato fjalë më thyen zemrën dhe më shëruan njëkohësisht. Pas asaj nate, nusja iku nga shtëpia. Nuk mori asgjë me vete, vetëm u largua pa kthyer kokën pas. Djali mbeti shkatruar. Unë megjithse e vuajta shumë, nuk e mallkova kurrë. Vetëm i thash Zotit më jep forcë të mos mbaj urrejtje në zemër. Sot jetoj ende me frikën e asaj kohe. Ka net kur zgjohem të meruar, ka ditë kur më duket sikur po më mbyllet fryma përsëri, por jam gjallë. Dhe ndonjëherë mendoj, nuk ishte vetëm trupi im që u sëmur. Ishte shpirti i një nëne që u coptua nga njeriu që deshi ta quante vajzë. Sot djali kujdeset për mua, më bën çaj çdo mëngjes, ulet pranë meje dhe më thot ti e gjithçka që unë e kam. Por plagët në të vërtet nuk ikin lehtë. Kur bie nata dhe shtëpia hesht, unë ende kujtoj momentin kur luftoja për frymë në atë shtrat të spitalit. Kujtoj sytë e mi të lodhur në pasqyrë, trupin tim të dobësuar dhe frikën se nuk do ta shihja më t'i mbirë. E kuptova se njeriu nuk vdes vetëm nga sëmundja. Njeriu vdes edhe nga ligësia. Dhe unë isha shumë pranë vdekjes. Por Zoti më la gjallë që ta tregoj këtë histori. Në më thëmë besoj arritë të ta kuptoni, nusja nëpërmjet magjive ka dashur që të mbyt vjerën e saj. Dua të marr mendimin tuaj.